Bllokimi i aksit në Librazh ka sjell pasoja të drejtpërdrejta për qytetin e Pogradecit, duke prekur ndjeshëm sektorin e turizmit dhe ekonomisë lokale. Si porta hyrëse e qarkut të Korçës, Pogradeci ka parë rënje të menjëhershme të vizitorëve, anulime prenotimesh dhe boshatisje të hoteleve, edhe në prag të festave të 7 dhe 8 marsit. 9 ditë pas bllokimit të qarkullimit në aksin nacional Librazh-Pogradec, duket se qyteti liçenor po përballet me një pandemi të dytë. CNATV ka kryer një vëzhgim në sektorin e hoteleri turizmit në qytetin e Pogradecit, nga ku rezulton se ka një rënje drastike të numrit të turistëve. Nënkryetaria e Bashkisë së Pogradecit Entela Gusho shpreh se situata ka ndikuar negativisht në qytet, pasi shumë kolektiva mësuesish dhe grupe nga qytete të ndryshme të vendit kishin prenotuar për të festuar në Pogradec. Sipas saj, anulimet janë ndier jo vetëm në hoteleri, por edhe në restorante dhe në tregun vendas. Ajo thekson se më të prekur janë hotelet në Pogradec dhe Tushemisht, ndërsa bujtinat ndikohen më pak për shkak të sezonalitetit të tyre. Mund të themi që kjo situata e ditëve të fundit me prishjen e rrugës segmentit Librazh-Pogradec, mund të themi që ka ndikuar edhe negativisht edhe për qytetin tonë. Mund të themi që Pogradeci është edhe porta hyrëse e qarkut Korçës, ku dhe Qafthana ishte një nga destinacionet kur vinin dhe turistë nga vendet e tjera. Sipas informacioneve që kemi, kjo është një mënyrë e trishtë e subjekteve dhe operatorëve turistik. Janë anulluar disa prenotime, kjo për faktin që shumë kolektiva të mësuesve festonin 7 marsin në qytetin tonë, apo dhe 8 marsin, festa e gruas, pra kolektive të ndryshme nga Shqipëria kishin prenotuar për të ardhur për të kaluar këtë festë të bukur në qytetin tonë. Kjo sigurisht ndihet jo vetëm për sa i përket hotelerisë, por kjo ndihet dhe në restorantet, apo dhe në tregun në përgjithësi, sepse Pogradeci ka një numër shumë të madh të rezidencave të banorë të cilët kanë blerë shtëpi në qytetin e Pogradecit dhe pjesën më të madhe të fundjavave e kalojnë aty. Kjo ka bërë që këta të mos jenë më frekuentues të Pogradecit dhe mund të them që është një boshllëk i madh të frekuentimit dhe të prezencës së turistëve në qytetin tonë. Në fakt, më tepër në këtë situatë preken hotelerit e qytetit, Tushemishti, më pak bujtinat e vendeve të tjera, sepse ato janë më tepër të frekuentueshme gjatë stinës së verës, por hoteleria e qytetit dhe Tushemishtit mund të them që është vërtet në një moment krize të frekuentimit të turistëve në këto momente. Të njëjtën situatë konfirmojnë edhe operatorët turistik. Mikel Bimbli, pronar i Vila Bimbli në Pogradec, tregon se që nga momenti i bllokimit të rrugës, fundjavat që lidhen kryesisht me vizitorët nga Tirana janë zhdukur. Sipas tij, kjo javë ka qenë 0 turist, duke paralizuar si hotelerin ashtu edhe restorantin. Ai shpreh se pa lëvizje nuk ka të ardhurat dhe se situata mbetet e vështirë nëse vijon në të njëjtat ritme. Prishja e rrugës ka ndikuar shumë. Nëse ne kemi fundjavën të lidhur me pjesën kryesisht Tiranës. Kështu që nga ai moment mund të them që është 0 pjesa e hotelerisë. Edhe pjesa e restorantit kuptohet se është e lidhur me atë fluksin e fundjavës së saj. Si ka qenë kjo një javë? Ka patur turist? Jo, fare. Nuk fare. Them 0, është ato janë të lidhur asnjë, kuptohet, nëse njerëz nuk ketë të ardhur as do ketë, kështu që janë gjërat e vogla vetëm të kafesë dhe të kësaj dhe pjesa e restorantit, mund të them që është shumë minimale. Ju merrni furnizime nga Tirana? Diçka që lidhet Jo shumë, por kemi një pjesë që marrin për sa produkte kështu. Ata e munduar kanë erdhur në javës, me ato vështirësitë e tyre. Si e prisni situatën në vazhdim? A keni shpresë që mundet të ndryshojë diçka apo? Ne optimistë jemi për këtë pjesë, sepse po mos hapet ajo rrugë, po vazhdoj kështu, do jetë shumë sa e vështirë. Në njëjta situatë është për gjitha bizneset në Pogradec? Po besoj se po. Këta që janë kryesisht të lidhura me pjesën e akomodimit të restoranteve, mendoj që besoj të njëjtin përgjigje do t'japin gjithë.
Edhe artizanët e zonës flasin për rënje të ndjeshme të frekuentimit në ditët e fundit. Vizitorët sipas tyre kanë qenë kryesisht maqedonas dhe grek, ndërsa turistët nga Tirana, Durrësi apo Elbasani kanë munguar. Sipas artizanes, fillimisht moti me reshje ndikoi në lëvizje, ndërsa tashmë problemi i rrugës ka përkeqësuar situatën. Edhe pardje kishte, edhe dje kishte maqedonas, kishte grek, kishte. Po nga zona e Tiranës, Nga do vi. Nga do vi. Që tash na paralizoi shiu, tash na paralizoi rruga. Po megjithatë, më mirë se pa hiç. ndërsa nga zona tjetër e kryeqyteti Durrësit. Tirana, Durrësi, Elbasani. Jo, s'ka patur. Qytetarët e Pogradecit thonë se qyteti duket i zbrazët. Disa prej tyre kujtojnë se më parë fundjavat sillnin 10 makina dhe vështirësi për parkim, ndërsa tani mungojnë thuajse plotësisht. Të tjerë thonë se përveç turizmit, problematikat e rrugës kanë ndikuar edhe në jetën familjare, duke vështirësuar lëvizjen drejt Tiranës, për arsye shëndetësore apo familjare. A ke parë turist këtë javë në Pogradec? Të rrallë. Të rrallë. Pse Ata që mendon? kanë qenë. Po ja, jo, i frevi shumë, dhe gjitha që. Unë shikoja 20 makina nga balkoni, nuk ishin të balkoni, javë 9 makinës kishte. Po ndërprer rruga. Në Po si s'ka Pogradec? ndikuar, ne kemi fëmijë në Tiranë, kur do na vire? Ata s'na erdhën një muaj, ata që ben, sa do ben. Kemi njerëz në Amerikë, kanë prerë bileta, thonë, a do bëhet rruga që sa të vim neve. A ke parë në Pogradec këtë javë turist? Nuk kam parë. Se beti rrugës e shembur andaj. Po dje kishte goxha makina kishin ardhur. Dje goxha. Mendon se ka ndikuar negativisht rruga Po, për Pogradecin. Po rruga ja tani bisedova me një vëlla e kam në Protic, nuk vjen dot kanusën e djalit Tiranë, kamës ka lindur, as e marrin as nuk vjen. Po për bizneset, a mendon se ndikon për restorantet, për baret, për hotelet? Po ajo djetë që ndikon, se nuk ndikua, ka se s'ka një shku ata atje, kanë të lidhur punën atje. Zona juglindore se paralizuar e këto kohë, edhe ushqimet janë ngritur dhe këto. Po është edhe faj natyrës, se si qatë i bësh. Gjera që ndodhin. Turistë tani në Pogradec? Jo, s'kam pa. Nuk kam pa. Që kur është shembu rruga është kjo situata? Ka ndikuar shembja e rrugës? Mase ka ndikuar. Që s'ka, ja shojmë nuk ka. Në këto kushte, bizneset e zonës shpresojnë në një zgjidhje sa më të shpejtë të situatës, pasi çdo ditë pa lëvizje përkthehet në humbje ekonomike për një qytet që ka turizmin, një nga shtyllat kryesore të zhvillimit.